Përshëndetje fëmijë të dashur, unë jam Rinora Aziri, jam studente në Fakultetin Pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës. Sot, bashkë me mua, do të mbajmë një orë mësimore në lëndën e gjuhës shqipe në klasën e parë. Na ishte një herë një vajzë e bukur, e sjellshme, dhe shumë lozënjare. Nëna e saj kishte ndruar jetë kur ajo kishte qenë fëmijë. Tashmë ajo jetonte me njëkën e dy vajzat e saj, të cilat ishin kaq zemërseza sa që në pamje të parë dukeshin si shtrika të vërteta. Besoj se e kuptuat se për kë bëhet fjala, po jo fëmijë. Hirushja bënte punët e shtëpisë natë e ditë, dhe nga hiri që e mbulonte atë, e thrisnin Hirushe. Një ditë, princi organizoi një ballo të bukur, ku ftoi të gjithë vajzat e mbretërisë, përfshirë dhe Hirushen, por vajzat e njerëkës shpresonin se tek njëra prej tyre princit do t'i ngeleshin sytë. Ndërsa të gjithë bëheshin gati dhe zbukuroheshin për në ballo, njerëka vetëm e angazhonte Hirushin për të hekurosur, për të pastruar dhe për të fshirë punët e shtëpisë. Vajza e vogël i tha Hirushes: "Eja edhe ti me ballo bashkë me ne", dhe qeshin një zëri bashkë me motrën e saj dhe u larguan duke thënë: "Nëse ka rroba për ballo, le të vi, por duhet të pastroj thesin me fasule nga thjerza", të bindura se thesi me fasule nuk mund të pastrohej. Sapo u ofrua koha e ballos, motrat e Hirushes dolën nga pallati duke thënë me ironi: "E gjora Hirushe". Në kulmin e trishtimit, Hirushes ju hapën dritare. Ishin një tufë me pëllumpa, ku sa hape mbyll sytë, filluan t'i ndihmonin Hirushes për fasule. Dhe papritmas, thesi me fasule ishte pastruar. Hirushja doli duke vrapuar dhe duke qarë, por para syve të saj rrezulloi një zanë. Zana preku rrobat e Hirushes me shkorpin magjik. Hirushja u shndrua në një princeshë të vërtetë. Hirushja nuk po u gëzonte syve. Zana i ngjiti lart në karro si të ishte një princeshë e vërtetë, dhe e porositi Hirushen se në mesnar do të shndroheshte në Hirushen e vërtetë dhe të kishte kujdes t'u kthente në shtëpi ora 12, sepse atëherë do të prishe magjia. Hirushja sapo hyri në pallatin mbretëror, princi ra për një herësh në dashuri me të. Kishte më ndryshuar aq shumë sa që vajzat e njerëkës e shikuan në zili dhe mezis se e njohën, të dy bashkë në krahët e njëri tjetrit vallëzuan. Kur Hirushja dëgjoi krepat e orës, Hirushes ju kujtuan fjalët e Zanës dhe u largua me aq nxitim. Ju kujtohet juve se cilat ishin fjalët e Zanës, të cilës ia tha Hirushes? Hirushja u largua me aq nxitim nga balloja, sapo kur vallëzonte me princin, sa njëra këpucë i mbeti në shkallë, dhe filloi me vrap të shkonte në shtëpi, me njërën këmbë me këpucë princeshe, me njërën këmbë zbrazur. Ditën e nesërme, princi urdhëroi opërtarët e tij që të shkonin shtëpi me shtëpi për të gjetur vajzën e këpucës së humbur. Sado e vështirë të ishte, por princi ishte i sigurt se do ta gjente vajzën që e kishte magjepsur atë natë. Vajzat e njerëkës filluan të provonin këpucën e kristal të Hirushes, por nuk kot. Këpuca nuk ishte për këmbën e tyre. Në cepin e shkallëve, opërtarët e vërritën edhe Hirushen e tentuan të flasin, por njerëka bënte gjithçka që gjatë gjithë kohës t'i pengonte opërtarët. Këmba e Hirushes u fut lehtë në këpucë. Njerëkat dhe vajzat plasën nga zilia. Ata e kuptuan se bukuroshja që e kishte magjepsur në ballo princin kishte qenë Hirushja.
Princi dhe Hirushja u martuan dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Shpresoj fëmijë që t'ju ketë pëlqyer Përralla e Hirushes. Tash, më thoni se cilët ishin personazhet kryesor të Përrallës. Po, personazhet kryesore të Përrallës ishin Hirushja, një vajzë shumë e bukur, shumë e sjellshme, gjithashtu dhe punëtore. Ishin Njerka me vajzat e saj, babai i Hirushes, Zana, që ishte magjistarja zemërmirë që i jepte në ndihmë Hirushes, si dhe princi i bukur, shumë këmbëngulës dhe i vendosur, apo jo fëmijë. Tash, kërkoj nga ju që të më tregoni cilët ishin personazhet pozitiv në Përrallë. Po pra, personazhet pozitiv ishin Hirushja, princi dhe Zana. Por, cilët ishin personazhet negativ të Përrallës? Sigurisht, personazhet negativ të Përrallës ishin Njerka bashkë me vajzat e saj. Kush më thot nga ju cili ishte kuptimi kryesor i Përrallës Hirushe? Ju lumt. Kuptimi kryesor i Përrallës Hirushe, fëmijë të dashur, është se njerëzit shpesh nuk i vërejnë cilësitë pozitive të një personi brapa një pamje të shëmtuar. E mira e një përralle na ndihmon në mposhtjen e forcave të së mirës. Përralla Hirushe, neve fëmijë të dashur, na mëson të ndihmojmë të dashurit tanë në kohë të vështira që ndodhen ata, të mos humbasin në dinjitetin njerëzor dhe të besojnë në mirësi, të ndihmojnë gjithmonë kur janë në kohë të vështira. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe të ndiqni mesazhin e Përrallës së Hirushes. Ditën e mirë, fëmijë të dashur.